Po, ne insistuam që afatet kur të mbahen zgjedhjet lokale të përsëritura në komunën e Kostajën të jenë para vitit të ri, duke pas parasysh se rezultatet përfundimtare për komunën tonë ishin të prezantuara më datë 29 tetor dhe konfort asaj duke u nis nga ligji i cili rregullon se dhe thotë se në afat për 60 ditësh duhet të mbahen, kërkonim që të mbahen së paku më 28 dhjetor. Mirë po, si afat, Komisioni Qendror Zgjedhor ka marrë datën e përfundimit të tërë procesit zgjedhor dhe konfort kësaj caktoi datën 11 janar. Gjithsesi ne do të përgatitemi edhe më 11 janar qytetarët sërish do të flasin. Sa i përket pyetjes së dytë, nuk kemi asnjë informatë se çka dhe si do të ndodhë. Me sa e di të martën qeveria ka seanca qeveritare, do të presim sido që të ndodhë. Ne tani për tani vazhdojmë punën dhe aktivitetet të cilat i kemi paraparë në komunën tonë. Ju mbeteni kandidat? Po, unë mbetem kandidat i Aleancës Kombëtare për Integrim.